këngë me horoskop brënda, me galaktika, me planete, me apokalips dhe në fakt i pristim të ndodhin këto, na tha ju zgjeni ditën e premte që do lëvizin gjërat, po me sa duket më shumë pas kanë lëvizur për gaforen, për atë vetë se sa për ne. Do thoni ju pse. Po mirë, edhe për ty kishte lëvizur pak, se thej që kishte kaluar një fundjavë të bukur të këndshme. Po të këndshme kalova, po, padyshim. Ja, të shohim se po jo ai sa ju zgjeni. Për zotin, më bëri me rakur e pash një herë, e pash 2 herë, thash, okej, nuk është i zgjeni, e pash 3 herë, ishte ai. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ua, komplimenta. Faleminderit. Paktën trurin nuk e kemi bërë kaq urrejt. Tani ato se dim ne. Ato dimi do vazhdoj. Komplimenta ju zgjen të shkojnë shumë flokët. Faleminderit. Mund t'i mbash kështu gjithmonë për shembull, jema. Tashi që është verë, besoj që po. Jema pak bad guy. Ashtu. Kështu. Po më shumë kështu tropikal. Më shumë kështu tropikal. Se do të me transmitu pak vibe shiimi tani për njerëzit. Po. Ndikohen mirë. E di që shumica e atyre që më ndjekin horoskopin duan atë seriozitetin e madh. Se mendojnë që asë shenjat nuk i marrë seriozisht kur jam kështu, po, unë do i marrë sa më seriozisht. Po, jo, më zgjeta do të përqendrohen të fjalla, jo të tropikalitet. Imaginon që duhet thonë për mua, që jam bërë për të qenë. Po jo, ty të kemi parë gjithmonë stil, dhe ti mbetesh, do me thonë që do lloj ndryshimi. Tani ti doj që të të themi dhe ne që edhe ti je stil, je pra je, ta bëm komplimentin, no gafore. Jo, po them që nuk gjykohesh, kjo është ideja. Gjithsesi, sot shënojmë ditën e një hëne të re në Binjak. Ajtë se kemi shumë për të llafosur sot, se kështu na ke thënë. Por që e di që bën sens se unë nuk e kisha menduar horoskopin kur bëra ndryshime, po unë kam hënë në Binjak. Dhe hëna e re ndodhet në Binjak, një ide e re, një stil i ri, një iniciativë e re që njerëzit do marrin, dhe mbi të gjitha Binjakët ditën e sotme. Do vazhdojmë dhe më tej me atë shpjegimin e Saturnit, sepse dje ka ndodhur kalimi i Saturnit në Dash. Është një ndër eventet më të përfolura nga astrologët, sepse Saturni në Dash përbën një moment shumë kulminant, që do të thotë karma do jetë pa evitueshme, vënia në vije e gjërave dhe marrja e meritave të gjithë njerëzve do jetë komplet pa evitueshme. Kur them merita, them si të mira, si të këqija. Kështu që një planet disipline, strukture dhe planet i cili mban atë gjithmonë natyrën e seriozitetit, mbi një shenjë impulsive si që është Dashi, e udhëhequr nga zjarri dhe e nisur e udhëhequr gjithmonë nga instiktet, kjo mund të sjellë një përplasje shumë të madhe, sepse do të tentoj të disiplinoj një shenjë që është shumë zjarr në vetvete, por nga ana tjetër do përbëj edhe momentin ku njerëzit do veprojnë shumë shpejt nga impulsiviteti dhe në të qindët e sekondët do shohin dhe pasojën e ngjarjes. Gjithsesi, sot do flasim pak dhe për hënën e re, duke qenë se pjesën e Saturnit e konsumuam herën e kaluar dhe vazhdimsinë do e them edhe në ditën e vijim, por sot që është një hënë e re në Binjak, do ju jap kënaqësinë dhe entuziazmin e nismave të reja. Shenja e Dashit në radhë parë, e cila do ketë Saturnin mbi kokë, tani do filloj ta ndjeki identitetin e vet me më shumë seriozitet dhe me më shumë, le të themi, ego dhe me më shumë ndjesi të të qenurit personazh dhe ndjesinë e të qenurit protagonist, pra me më shumë protagonizëm. Është momenti një 3-vjeçari të rëndësishëm serioz, ku punët do jenë afatgjata, lidhjet afatgjata, do nisin gjëra të reja që vinë me një taban shumë serioz dhe me një taban shumë të fortë, dhe jo gjëra të cilat thuan në ajër dhe përfundojnë në ajër. Çdo gjë që Dashi do bëjë në këtë 3-vjeçar do jenë gjëra konkrete, gjëra me bazament dhe gjëra të cilat sjellin le themi fondamente të forta, ku asgjë nuk do shëmbet kollaj. Kalojmë tek shenja e Demit. Për shenjën e Demit, kjo do jetë një periudhë dhe sot është një ditë e mirë për financat, sepse hëna e re në Binjak i sjell demave ide të reja dhe ide shumë të mira lidhur me financat, lidhur me kursimet, me investimet. Do mendojnë të gjejnë, le themi, territoret e duhura për të investuar, shumica e demave mund të marrin lajme të mira për një pronë, për një shtëpi dhe për nismën e një biznesi. Do ishte dita ideale sotmja nëse dema do inauguronin diçka të re, sepse kjo do siguronte shumë fitime dhe shumë para për të ardhmen. Kështu që është sot dita astrologjike për t'i menduar mirë nismat që demi mund të marrë. Kalojmë tek vetë shenja e binjakëve, të cilët binjakët janë ata që e kanë hënën në shenjën e tyre, dhe kjo gjë ka ndodhur si sot një vit më parë,
ku ka qenë edhe hëna e re, edhe Jupiteri në shenjën e tyre, gjë që ka përbërë vitin e binjakëve një vit më parë deri më tani. Tani vim në një pikë takimit të dytë dhe binjakët do shohin se çfarë kanë arritur të fitojnë për gjatë një viti. Dhe të thuash fitime nuk do të thot vetëm arritje monetare, por sepse ato arritje dhe mund të jenë shpenzuar, por fitime i referohem çfarë truri i tyre ka fituar, sepse Jupiteri është planeti që shenjës i jep bollëk, i jep prosperitet, i jep shumë njohuri dhe shumë sime jetësore, dhe mbi të gjitha i jep atë bollokën shpirtëror, jo vetëm bollokën financiar apo material. Kështu që binjakët deri më tani janë furnizuar me informacion, janë furnizuar me njohuri, shpirti i tyre është zhvilluar dhe shpirti i tyre ka ardhur in touch me misionin që ata po bëjnë. Kështu që nuk ka gjë më të rëndësishme është që ky vit i binjakëve i ka sjell binjakët në vit duke e ditur dhe duke e pasur më të qartë vizionin e gjërave që duhet ndjekin në jetë. Pa të shka se sa mund të kenë fituar apo jo, sepse tani binjakët do fillojnë të mendojnë për fitimin dhe manifestimin e gjërave në realitet. Deri më tani ata kanë qenë shpirtëror dhe mendor në arritjen e gjërave, ndërkohë tani do bëhen më praktik dhe do i fitojnë gjërat me më shumë, le të themi, lehtësi dhe fleksibilitet. Kalojmë tek shenja e Gaforës. Për shenjën e Gaforës, faktikisht çdo gjë që është në binjak ndikon paksa në përgjumjen e tyre, duke qenë se është një shenjë para se të vi sezoni i tyre dhe kjo hënë e re në binjak thjesht i jep Gaforës më shumë rehati, më shumë qetësi, më shumë nevojë për të marrë me veten dhe më shumë, le të themi, edhe pak vetmi për të karikuar energjinë. Ndërkohë, nga kalimi i Saturnit në Dash, ky është një 3 vjeçar i ri, i madh dhe i fuqishëm për reputacionin, imazhin dhe karrierën e tyre. Ata janë gati për të rinisur një karrierë me një imazh të ri, për ta riformatuar veten e tyre dhe mënyrën se si e shprehin ndaj vetes. Do jetë një 3 vjeçar ku do kenë edhe punë të rëndësishme, edhe ngritje të larta të niveleve sociale, shoqërore dhe të pozitave në punë. Do arrin të punojnë dhe të bëjnë gjëra që i kanë ëndërruar dikur t'i bëjnë. Pa çka se gjatë rrugës do kenë, thashë theme, do kenë njerëz që survejojnë dhe i kanë sy tek ata, do kenë, le të themi, përfolje për çfarëdo lloj hapi që ata hedhin, por gjithsesi janë çdo hape më shumë drejt suksesit. Më saktë do jenë, se mbase nuk kanë nisur akoma dhe shumë Gafore e ndjen veten pak në ajër momentalisht. Por ndërkohë, ata duhet mendojnë mbi të gjitha për të mirën e tyre dhe më pas për të mirën e përgjithshme, sepse gjërat me përgjegjësi që do i jepen, padyshim që do kërkojnë të kenë edhe sensin e protagonizmit, por edhe sensin e humanizmit. Kalojmë tek shenja e Luanit. Për shenjën e Luanit, më në fund përfundon 3 vjeçari, le të themi, i errët, i skutave të errta, i përballjes me frikat e brendshme dhe i një farë forme atij depresionit që ata kanë ndjerë. Kështu që të gjithë Luanët tani vinë në dritë, nxjerrin fytyrën e tyre në dritë, nxjerrin projektet, planet, punët dhe çdo gjë që ata kanë menduar ta punojnë shumë mirë në përpasken, ka në momenti që çdo gjë të dalë në skenë. Kështu që duhet të përgatiten për një 3 vjeçar, le të themi, shkëlqimi, një 3 vjeçar publikimesh, një 3 vjeçar ku dëgjohen dhe shikohen gjërat që kreativiteti i Luanit sjell dhe fillon dhe mbyllet me duar trokitje për këtë shenjë, duke qenë se gjithmonë sjell gjëra të cilat janë shumë të bukura për të parë, shumë her pas here dramatike ose her pas here filmike, por gjithmonë ka një komedi brenda sepse Luani është dhe një shenjë që ka shumë humor. Kështu që të gjithë Luanët më në fund dalin nga gjendja e rënduar psikologjike dhe vinë e sjellin veten e tyre në dritë. Kështu që do rifreskohet dhe do dalë në pa dhe ana e tyre e pastër shpirtërore. Kalojmë tek shenja e Vizhreshës, e cila më në fund shpëton nga 3 vjeçari karmik i marrëdhënieve të vështira. Tani marrëdhëniet do fillojnë të jenë më të lehta. Vizhresha do gjejnë në partneritet njerëz që kanë një natyrë më të kollajt për të menaxhuar dhe më e kollajshme për të krijuar kimi, dashuri dhe për të ndërtuar gjëra përpara, sepse 3 vjeçari ka qenë i marrëdhënieve të komplikuara dhe Vizhreshat kanë mbyllur kapitullin me marrëdhëniet e komplikuara. Tani janë drejt marrëdhënieve të lehta që lehtësojnë po ashtu emocionet e tyre, por dhe jetën e tyre. Kështu që të gjitha fejesat, martesat, lidhjet që vijnë tani mbrapa janë marrëdhënie që kanë më shumë barësi dhe më shumë, le të themi, lehtësi për jetën e tyre. Padyshim që nuk duhet lënë anash dhe fitimi i financave, i cili vjen në një formë më të rehatshme, sepse ky ka qenë një epokë,
le themi armiqësisht, dhe armiqësisht tani bien poshtë dhe e humbin luftën me këtë shenjë. Kalojmë tek shenja e peshores. Shenja e peshores, siç e kemi thënë, që ishte në 3 vjeçarin e një pune të madhe, një pune pa pushim dhe të një disponibiliteti ku peshorja i ka thënë po të çdo gjëje, nuk ka përtuar për asgjë dhe e ka treguar dhe i ka dhënë kontributet e veta në çfarëdo momenti të rutinës së saj ditore. Tani është momenti ku ato të shohin privilegjin e të gjithë gjërave, është 3 vjeçari i privilegjeve, 3 vjeçari i mbajtjes së vetes në pjedestal, dhe po ashtu të tjerë do i mbajnë në pjedestal. Është pikërisht momenti ku ata fillojnë marrin gjëra të gatshme dhe fillojnë përfitojnë nga gjëra të cilat i kanë investuar me kohë dhe dikur, dhe fillojnë të shohin një standard pak më të lartë në nivelin e punës, në nivelin e kushteve kontratuale, po ashtu në nivelin e trajtimit. Sepse peshoret përveç se do bëjnë ndryshime me veten, do bëjnë ndërhyrje me veten, do e pëlqejnë më shumë veten dhe estetikën e tyre, do fillojnë të marrin ndryshime drastike mbi imazhin që kanë, po ashtu do marrin dhe komplimente, do marrin duartrokitje, do rritet niveli i fansave dhe në të njëjtën kohë do marrin edhe shumë privilegje jo vetëm nga imazhi, por edhe nga aftësitë që kanë. Kështu që bëni gati drejt gjërave që janë pak më të gatshme për ju, sepse keni dhënë mjaftueshëm për të përfituar në këto ditë. Kalojmë tek akrepi. Shenja e akrepit do jetë një periudhë, le të themi, shpëtimi nga kreativiteti i bllokuar, të cilët nuk kanë mundur të bëjnë dot shefin ashtu siç e duan, sepse kudo dhe kurdo që kanë dashur të shprehen, gjithmonë ka pas një blokad apo një barrierë mbrapa dhe ndonjë pasojë e cila i ka bërë të mbyllen. Tani akrepat vinë, le të themi, në dritë nga kjo anë dhe do fillojnë të kenë më me pasion punën që bëjnë, sepse do gjejnë punë më të mirë. Do kemi akrep të cilët përveç se shtojnë një pestar në familje, mund të marrin mbas edhe një kafshë shtëpiake në këtë periudhë. Do kujdesen për problematikat e shëndetit. Shumica e akrepave kanë qenë sëmur me hyrjen e Saturnit në Dash, sepse i është prekur në mënyrë të drejtë për drejtë shëndeti dhe të gjitha gjërat e lëna pas dore tani do rregullohen një herë mirë. Kalojmë tek shenja e shigjetarit. Shigjetarët do bekohen në këtë 3 vjeçar përveç se nga kreativiteti, romanca dhe dashuria, do sjellin në vetveten e tyre një version të ri më fëminor, sepse kanë si mision të shërojnë fëmijën e tyre të brendshëm. Një pjesë e mirë e shigjetaritëve do kenë dhe 3 vjeçarin e sjelljes në jetë të fëmijëve, 3 vjeçarin e shtatzanive dhe të ndërtimit të një familje, kështu që do jenë gjithmonë e më afër anës fëminore të tyre, por edhe fëmijëve në përgjithësi, mbas edhe bëjnë pjesë në punë apo përfshije në punë që kanë të bëjnë me kujdesin ndaj fëmijëve. Në një farë forme, përveç kësaj, është dhe momenti ku ata pasionin do e kthejnë në profesion. Aftësitë dhe talentet do i shfrytëzojnë një më një vetëm për të fituar. Kështu që mos lini asnjë burim mbrapa, sepse çdo burim që keni mund të kthehet në një formë fitipruese nëse ju dini ta reklamoni veten mirë. Kalojmë tek shenja e bricjapit. Shenja e bricjapit ka pasur sfidën e këtij 3 vjeçari dhe ka qenë pikërisht sfidat ekonomike, aty ku kanë pyetur veten 100 herë ku ta investojnë paranë dhe kanë pyetur veten 100 herë nëse fitimi do i vijë apo jo. Por tani është realisht momenti ku fitimi të shfaqet, të sjelli produktivitetin e saj, të sjelli, le të themi, atë korrjen pasi e kanë mbjellur mirë atë që kanë dashur të investojnë. Kështu që në këtë 3 vjeçar bricjapët do korrin fitime dhe do nxjerrin në pa anën e tyre artistike, anën e tyre në base shkrimtare, do përfitojnë shumë të gjithë ata që punojnë në media, komunikim dhe merren me rrjetet sociale, sepse ky është 3 vjeçari ku digitalizimi, teknologjia, media, rrjetet sociale marrin një vrull të madh për shenjën e bricjapit dhe ky lloj viralitet, duke qenë se vjen nga Saturni, Saturni sjell edhe gjëra që kanë bazament, kështu që nuk do jetë diçka e përkohshme, por do jetë diçka që nga një gjë e madhe që do bëhet, do kthehet në një tjetër gjë, në një tjetër bazament për të fituar dhe për të ndërtuar një karrierë të ardhshme. Kështu që karriera e bricjapit duhet të jetë shumë e bazuar mbi media, teknologji dhe rrjete sociale, sepse aty ata do e gjejnë veten dhe fitimet ku ata do mbështeten. Kalojmë tek shenja e ujorit. Shenja e ujorit kalon në nga një periudhë virale, një periudhë ku investojnë kudo dhe japin kontributin e tyre kudo, do shkojnë drejt një periudhe ku do kujdesen për strukturat kryesore të jetës së tyre dhe mbi të gjitha shpëtojnë nga kjo karma e madhe financiare dhe hynë drejt një periudhe ku çdo gjë vjen shumë lirshëm në jetën e tyre. Tani është momenti që
po ashtu si Briciapi, ujorët të përdorin shumë marketingu, rrjetet sociale dhe imazhin e tyre kudo, sepse çdo gjë që do bëjnë dhe do thënë do marri famë dhe do bëj zhurmë. Aty ku ujorët do shkelin, do ketë gjithmonë zhurmë për të bërë dhe gjithmonë do sjellin një ndryshim në grupet sociale dhe në grupet e punës ku ata do përfshihen, sepse ideja e tyre mund të jetë më e veçantë se ideja të tjerëve. Dhe kjo ide mund t'i kushtoj shumë, ndaj nëse ata e gjejnë momentin dhe kohën për ta ndarë këtë gjë, suksesi do jeti pashmangshëm, viraliteti padyshim do jeti pashmangshëm dhe turma të mëdha të njerëzve do e suportojnë pikërisht idenë e ujorit. Kështu që momenti për të qenë në kompeticione, momenti për të qenë në grupe sociale, momenti për të shprehur idenë në rrjete sociale dhe momenti ku një gjë që e thojnë apo e shkruajnë, pa dashje mund të bëhet shumë famoze dhe të përfitojnë kredite dhe një karrierë nëpërmjet kësaj gjëje. Dhe kalojmë tek shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve, në radhë të parë, le themi që kjo hëna e re në binjak i sjell pak melankoli dhe pak nostalgji, kështu që mund të jetë e zakontë që peshqit sot të kujtojnë gjëra nga e kaluara dhe të mendojnë pak në mënyrë më melankolike mbi gjërat dhe ngjarjet që kanë pasur, por nga ana tjetër peshqit më në fund vinë në favorin e tyre situatat, sepse çlirohen nga melankolia përsa i përket Saturnit që ishte në shenjën e tyre, çlirohen nga serioziteti i madh. Është momenti që siç e morën veten shumë seriozisht, tani gjërat dhe jetën ta marrin sa më lirshëm dhe jo aq seriozisht, sepse do e kenë luksin për të bërë edhe gjërat të nxituara dhe të mos kenë më pasojë nga mbrapa, të mos kenë më atë rojtarin që i ruan dhe gjithmonë i vënë në dukje pasojat, sepse Saturni ka qenë goxha i rënd në energji dhe tani peshqit sa vinë dhe lehtësohen. Shumë planet ju kanë hikur dhe dera juaj më shumë është hapur për proje dhe ngjarje dhe mundësi të reja. Ashtu qoftë, le e hapur le të mbetesh. Apo Zuzan. E hapur qoftë. Faleminderit Yzgen, faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë. Ky tha që do jetë peshore kështu me ndryshime, Luku e më the tash, po e pas ka pas për gaforën, ka ndryshu vendet ndoshta.